Jemi tek objekti i gjykatës speciale ku mbahen gjitha seancat gjatë gjykimit të krerëve apo ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, po ashtu edhe kryetarit të Këshillit dhe dikur ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi, po ashtu edhe deputetit dhe vjeçit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi. Në çdo seancë kur të transportohen nga Burgu që gjendet disa kilometra nga këtu, automjetet hyn nga kjo pjesë dhe më pas këtu vazhdojnë automjetet derisa të dorëzohen në pjesën tjetër, ndërsa në anën tjetër është hyrja ku hyn zyrtarët e gjykatës speciale, po ashtu janë edhe zyrtarë për media dhe përfaqësues të familjes që hyn aty, janë kontrollet e rrepta dhe aty nuk lejohet asnjë gjë e vogël që të deportoj. Por derisa të vihet këtu janë disa procedura, së pari merren nga Burgu, kontrollohen të gjithë ish-krerët e UÇK-s, pra persona që janë të akuzuar, largohen të gjitha ato të mjetët të dyshuara që mund të jenë, nuk lejohet edhe një çamçakëz apo një gjë më e vogël që të deportoj, dhe më pas këtu vinë të kontrolluar dhe posa të futen brenda, po ashtu edhe nga këtu zyrtarë të gjykatës i kontrollojnë dhe e shohin se mos kanë ndonjë gjë që nuk lejohet të jetë brenda sallës së gjykimit. Pra gjithçka nga vendi ku është stacionuar apo e vendosur gjykata speciale. Kemi ardhur sot që të raportojmë, më mirë të themi mirë, po kur është marrë vesh që do të jenë mediat prezent, atëherë nuk është lejuar dhe me vendim të gjykatës speciale është shty gjykimi ndaj të akuzuarve ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ei,